As ti nuk e ke sjell, kështu që mos pyet Ilir Xhakollin. Edhe një herë tjetër, po të them për paketën, që paketa I jep përgjigje edhe asaj problematike që nuk ja jep ligji 2020. Këtë po të shpjegoj. Po pra, po, nëse do flasësh me Xhakollin, nuk e ndjek se unë po them eksaktësisht, nuk ka nevojë, unë po them eksaktësisht të njëjtën gjë. Që po pra, po nuk tani ti, unë e di që ti ke kapacitetet e Leninit që të flasësh në të njëjtën kohë me 7 veta, por unë po them që pikërisht se 2020 nuk na e dha rezultatin e pritshëm, edhe për shkak të faktit që juridikisht ishte pamundur të kapërcej pjesa ku duhej marrë miratimi I gjithë të tjerëve, u bë kjo paketë për të lehtësuar totalisht